120 tenistë kategorisë së moshës deri në 18 vjeç që përfaqësojnë 32 shtete të botës janë pjesë e turneut botror të tenisit që po zhvillohet në Adriatic Tennis Park të Shkodrës. Blearta Ukhaxha, në cilësinë e organizatores së aktivitetit, jep më shumë detaje rreth këtij organizimi. Kjo është edicioni i tretë që organizohet i turneut ITF Juniors këtu në Shkodër. Marrin pjesë 120 lojtarë nga 32 shtete të botës, të cilët frekuentojnë ambientet e Adriatic Tennis Parkut gjatë datave 21 deri me 27 prill. Ndeshjet po shkojnë shumë mirë, kemi shumë lojtarë fair play që është shumë e rëndësishme në sport edhe në tenis, edhe po shohim një kualitet të mirë të lojtarëve. Fatmirësisht në këtë turne kemi pjesëmarrje nga shumë shtete të ndryshme, që e bëjnë këtë ngjarje edhe më interesante edhe për ne edhe për të gjithë ata që marrin pjesë. Kemi lojtarë nga Kina, nga Hong Kongu, nga shtetet e Evropës, nga Bullgaria, nga shtetet e Ballkanit, e kështu me radhë. Novima jo flet edhe për përfaqësuesit e Shqipërisë në këtë aktivitet, mes të cilëve spikasin tenistet Ana Tereza Guli, Lora Bushati e Enki Hyseni. Kemi përfaqësues nga Shkodra, Ana Tereza Gulin, Lora Bushatin, Enki Hysenin, të cilat kanë marrë pjesë në këtë turne. Duke marrë parasysh se niveli i garës është shumë i lartë, është një mundësi shumë e mirë për to që të tregojnë aftësitë e tyre për të luajtur.